si kur i baj vetë. Duke fillu me vaksinat, sepse s'do klysh para se të shitet, ju bëhet 2 vaksina. Dhe janë 2 vaksinat e jesë. Ashtë 2 valensha dhe 5 valensha, të cilat jepin mundësi klyshit me jetu. Që të mos t'i bëhet dam ati tjetër. Dhe pasi aja 2 vaksinat, e informoj se si duhet me rritë gjatë kohës. Dhe me gjithë jam në kontakt, unë kam kontakte palimit, kam njerëz palimit që më pyesin shumë palimit, biles përsa i përket figurë senit tesh, çdo herë bje telefoni, do më thonë tesh si e fika, se çdo herë bje telefoni, a ma mësën këto, si të veproj këto. A kanë edhe frikë? Ose a ka në fazat rritjes e tyre ku edhe mund të sulmojnë? Kur? Jo. Qeni sharit është vetmja krijes unike, kafshore, që nuk ka asë një të kese. Përveç se veti dhe karakteristika që i afrojnë njerëzit. Ka karakter dhe besë. Dhe nuk i zen tek asë një kafsh përveç se tek luani dërdan. Dhe kjo është ajo që unë djem krenar kur e prezentoj para botës. Ka karakter dhe besë. Që do të thotë, karakteri ti është unik, një lloj si shqiptarëve. Është i pathyeshëm. I pathyeshëm dhe i pa kompromisshëm. Ky sen nuk ka kompromis. Jo dha diçka në besë ti seni, ky sen lufton me jetën e tij deri në fund, paska se i rrezikohet jeta edhe për jegërsinës, ky nuk njeh limite të tërheqje. Ta që edhe të kanë shpëtu jetën në rast. Nuk kanë shpëtu jetën. Kanë shpëtu jetën, janë 3 fragmente. Nuk i thëmë se njerëzit... Nuk i thëmë për arsye sepse njerëzit, kur unë i flas ata si e kam jetu, dikush në rrjetet sociale nuk e ka habirin as me rrit një sen. As nuk e ka rrit kur. Dhe unë kur flas, kjo që ka të po andra me sy hapë. Po, ku na intereson e që thot aji atje që nuk e di që ke përjetu ti? Unë kam shumë njekse në rrjetet sociale dhe kur shënë, unë i kam gjitha komentet, po të futesh në rrjetet sociale, sepse unë jam shumë ja aprovum në rrjetet sociale, njerëzit mjekin palimit, dhe ju jam falenderus, dhe kur do që më thonë të ndjekim, unë ju thëmë nuk më ndjekni, ju e një vëllezërit e mi. Ne jemi të gjithë bashku këtu. As nuk kam njeksa dhe as nuk jam vip. Dhe as nuk du me qenë vip, dhe as nuk du me pas njeksa. Ata janë vëllezërit e mi, misët e mi, dashamirët e mi, dhe unë kështu i shoh. Dhe kur e shoh që unë kam vetëm komente pozitive, unë lëndohem shumë me një koment negativ, betëm. Dhe nuk e kam përjetu kur mirë komente negative, sepse në 1000 komente unë mund marrë 3 komente negative. Dhe ata disim... Pra ndikohesh, a? Ndikohem shumë, prekem. Por, du me dalë të si, dikush që nuk e rrit, as nuk ka rrit kursen, kur unë t'ja transmitoj këte, me të vërtet nuk e kuptën, sepse nuk e kuptën botën e tyne. Nuk arrin me e kuptu botën e tyne. Kyse nuk ka goj. Vetëm goj nuk ka. Amo, artikulimi, gjuha, dhe primet e tia janë shumë ma fisnike se ti të njeru. Ato flasin me aftueshëm. Flasin, sute një kafshe gjithmonë, thonë të Tolstojevi, sute një kafshe janë bota. Më thonë t'japin me kuptu se sa kërkon dhe sa t'je pajsen. Ajsen t'a shprej dashurin me vepra, jo me fjallë. Në rrasë në njerëzit flasin me fjallë, a ta flet me vepra. Në rrasë në njerëzit bëjmë kompromise, a i s'ban kompromis ma as një njëri për ty. Dhe më thonë, ashtë unik në lojnë e ti. Ashtë shumë invension në lojnë e ti, dhe mi gjitha ashtë trim, ka zërmër luan. Dhe kja është krenari për tonë shqiptartë, sepse 2 simbole që ne i preferojmë, janë Shqipja në cilë, luanin në male. Ne kemi të dyja. Deri ku në përbot e kemi këtë ratë tonën? Ku do në përbot e kam su? Ku e ke që? Jam krenar. Ku do në përbot? Dhe në Kanada, në Amerikë, dhe dhe në Australi. Dhe ku do ku ka vu kamen kësen, dhe më thonë aty ku ka shkel kësen, të betëm, dhe më thonë, është pasuria ma madhe shpirtit dhe jetës teme, sepse të rrimërit e këti si janë të pashës, janë unike. Dhe më thonë, në Australi, po të tërgoj një fragment, të bujtina ime, unë posedoj edhe biznese, por një bizneset është bujtina. Kam një hotel dhe një lokal, vinë për dark, disa njerëz, është afer... është në qendër qytetit. A në qendër qytetit, kam dyqanit... është mësë afer shpisës, të pyllë Kam dyqanit në qendër qytetit, po edhe shtëpia është afer. Nga qytetit 10 minuta. Sepse është në mes të vizë verë qytetit, kurorës. Dhe duke në zu,
Unë isha duke u shërby, sepse ishin rreth 20 njerëz, 20 vetë, një pronar i baktive, deleve, sepse edhe atje edhe delet janë të nëshme për i deleve tuna, po të regonte për sulmet e dingove. Dingot janë disa qenë tjegër që sulmojnë dele dhe i hanë atje. Sulmojnë dele dhe kangur. I thash me leje. Po më tha. I thash, a do sen me i mytë? A do me i pështu dele? Më shikon, edhe qesh. A din tha që janë dingot. Unë e di, thash se lexoj shumë, dhe e di që janë dingot. Por t'i ndas qenë, për me t'i rujt atë dele, unë do t'a gjenjë ty një shift. Dhe nuk du lek fora për atë shift, vetëm sheje dhe shiko se s'qar është Luani Dardan. Me një mos besim, dhe vë thonë total, më Pra shikon... se kjo dingo po një ka si shumë e Po, edhe po t'hish në Google, është shumë i egrë dhe është shumë damtur. Më thonë, i prish baktin shumë, i mbyt si ujku, dhe janë shumë atë fuqishëm se ujësit. Si ujësit australianë, sepse ka disa speci ujësish. Të betëm, kur janë rritë tërmeti... Bend pra, i more. Po, me shumë mos besim, arriti mi marë, m'la dhe lek, fakt, ja di për shumë faleminderes, dhe po të betëm pa bo një vjetë, këtë se në kanë lanë nëmë. Dhe kjo është kanari për mu. Dhe sot, a i ka marë 8 shifte nga unë, dhe i ka dërgu në Australi dhe tha do t'i ven në rrit, do t'i shumoj, për t'i të regu se kush është qenë ju, në tha, as unë nuk e kam ditë diri mësët. Kjo është qenë që ka zërmër Luan. Kjo është banë mëra pa për i gërsinave kur. Dhe, ka arrit të ruaj delet nga jo ditë, Jo ka arrit, s'ka nërë mo. S'ka nërë mo, Nuk ka nërë mo, dhe në përleshin ma të porë, ata kanë pas qërë fusie ka kësën. Aty kanë kuptu që nuk bën më mira asaj rrugë. Nuk mundën mo. Nuk mundën mo. Okej, jam nga fundi dritan dhe nuk duhet të mbaj më gjatë. Tu kena 2 ekzemplarë, është Luani dhe Herkuli. Tu është Kaloshi dhe Lysha. Ato Shqiponja? Asnjani nuk jetojnë. Shqiponja është një imitim i IT-s, për personifiku figurën e dy simboleve shqiptare. Shqiponja në qilë dhe Luani në tokë. Sa të vështira, ose i përjeton shumë rënd këto ndarjet, qoftë ndarjet nga jeta, kur i merë të kushë një shtëpi tjetër? Lidhja shumë e fort. Jo, në për shtëpia unë knaqem, sepse unë nuk i lëshojt do kuda. Lësht. Pa, për shemull, se si mundet me rujt, a i tjetër unë nuk i shesh. Nuk jam në halun për pavarësisht se shpenzime kanë pa limit, sepse 50 copsi kur ka 3 kg, se unë i ushem vetëm me mish. Veç mish hana? Vetëm mish. Mish vizi, mish deri, mish pule. Sa dush, 150 kg, 200 kg në ditë, hargjojnë dimrit. Nërsa verës, hargjojnë ma pak, por vera, imaginoj se vera të na është 4 muj. Pra në vera të na është 4 muj, dhe 200 kg mish, 150-200 kg mish mu më shkojnë çdo ditë. Që do të thotë, kanë konsum të jashtëzakonshëm, po unë kam shite klush të jashtëzakonshëm. Do thonë, tek unë nuk pyetet për çmimin e klushve, vetëm ma siguron një klush. Dhe kjo më ka dhënë përparësi shumë, dhe unë gjej rastin... Se nuk i vendos datë një të... Unë gjej rastin shumë të falenderoj pa limit shqiptarët ku do në trojet shqiptare, por edhe në përbot. Sepse dashuria e këti ekzemplari unik i ka bon shqiptarët që edhe të suportojnë në rrjetet sociale, por edhe nga ana financiare të më ndihmojnë. Unë jam shumë mirë njohës, shumë pa limit. Sikur 20 euro, 10 euro, 5 euro, 50 euro, 100 euro, 500 euro. Dhe më thonë, unë jam mirë njohës pa limit, sepse për mu nuk ka rëndësi nima ekonomike. Unë ja kam dalë vetë, unë kam 26 vjetë. Në më thonë, pjesë e ritualeve të internetit janë bo mas pandemisë. Sepse unë nuk kam ditë që është interneti. Por duke qenë me quna të ri, duke ecë bjeshve, se unë vetëm bjeshve ri, se s'futësh tanë, dhe aty kam kuptu forcën e internetit. Por unë i kam rujt, i kam trajtu, i kam mashtru panimin e internetit para 20 vjetëve, dhe më thonë si sot. Por kjo ishte një mesë madhe për ta njoft, për ta dokumentu, për ta pasuru në përbot, sepse ne kemi shumë lera.
por vlerat tona duke mos pas drejtues që i ruajnë, sot bota po na e vjedh. Ka qenë një mision i imi për lahutën, që u bë simbol, sepse unë thash lahutën na kanë marrë serb. Dhe i mshoj lahuc aty, i thash turpë dhe faqe Aziz për politikën, për ata si na drejtuan, për vlerat, për antivlerat, sepse na, duke humbur vlerat, na i tregojmë antivlera botës. Bota jonë thotë ke gjuhën 8.000 vjeçare, na vetë studiuesit e historisë thonë 1.000 vjeçare. Pra, kuptën sa dëm i bojmë vetvetes, na duke mos mbrojt integritetin tonë, historinë tonë. Do të thonë trashëgiminë kulturore, historike, vlerat e një populli, duke mos i pasuru, duke mos e su zonin, ne po na i vjedhin. Edhe këtë qenë, shumë kush e ka njohur si Sharplanenc. Por ky është Luani Dardan. Dhe po të hish në histori, ky është me Aleksandrin e Madh, krah për krah në betejë. Dhe unë shumë shpejt do të xarr librin Luani Dardan Qeni i Lirë, që do të dokumentoj vlerat historike këtij seni, sepse ky sen bëhet fjalë të jetë 90% e specieve të senëve të mëdhenj në botë. Pra, që me mbretin Dardan, të Dardanis, ky sen dokumentohet në fakte historike. Pra, pse me ma marrë dikush që nuk e ka pas? Dritan, jam në fund dhe sa shpesh e kemi rakun, vitet kalojnë, forca deshëm apo s'deshëm na le, edhe unë uroj ti ta kesh jetën e gjatë, shëndet të plotë. Mu forca nuk kalon, që unë pak vjet i kam, bile shumë vjet, unë jam 50 vjeç. Në them, vitet kalojnë, do kalojnë. Po normal po. Sa më larg qoftë ajo ditë, kur t'jetë ajo ditë që ti nuk do mundesh më me bë këtë rutinë, me u çun 5 mëngjes. Derisa të vdes. Derisa të vdes. Çfarë do ndodh me ta pastaj? Çfarë do dëshiroje? Unë kam shumë dëshirë dhe jo vetëm si dëshirë, por edhe kam edhe si mision që kjo racë të ruhet dhe të trashëgohet në Breza si kur ka arë sot në Breza. Dhe e shoh që interesi ka fillu, e shoh që edhe lobimi i njerëzve që duhen këtë qenë ka fillu, dhe jam krenar për këtë pjesë, por duhet që shteti të suportojnë. Sepse vlerat e një kombi, vlerat dhe trashëgimit e një kombi nuk i ruan një person. I ruan shteti vetë. Dhe shteti mrapa i jep suport njerëzve që ta ruajnë dhe ta dokumentojnë. Pra, këtu i vetëm nuk mund të bërë gjë. Biles unë kam bën jashtëzakonisht, jo vetëm, por me dënimin e gjithëve, me dënimin e gjithë maraklive, të gjithë sportistave, të gjithë shqiptarëve anë kanë bocë, të gjithë shqiptarëve të Dardanis, unë kam arrit me bën jashtëzakonisht shumë. Por për ta ruajt dhe për ta trashëguar këtë vlerë dhe këtë aset kombëtar, duhet shteti. Unë besoj që shteti mos sot nesër do t'i kthejë syt. Unë si kam kërkuar